Pra është gjithë fëmijëria ime e përmbledh në një foto, lojrat kanë qenë të pafundme i bënin vetë, ndërkohë sot fëmijët janë ndryshe. Vetëm se fëmijët sot, edhe pse me një ngarkesë pothuaj të papërmbajtshme virtuale, duket sikur notojnë në një det të cilin e njohin, po aq saq e njihnim në mirë këtë det. Pra, nuk mund t'i thuash atyre që ju jeni më të vështirë, të jetueshëm, më të palumtur. Shiko, ata janë të ekspozuar ndaj informacione shumë të madhe se që kemi pas ne. Kjo është e vërtet. Absolutisht që i mbirë 11 vjeç di sa ç'dia unë kur isha 20, mos më tepër në shumë gjëra, duke përfshirë gjuhët e huaja, ku di unë edhe çdo gjë, por ajo që më tremb është manualiteti. Unë nuk e di nesër pas nesër do kenë nevojë këta njerëz të ngulin një gosht, të vidhosin diçka. Ata mund të thonë që për këtë punë janë të tjerë, ne paguajmë parat. Problemi është që dhe plus edhe kushtojnë shumë, Po edhe tash ai vjen edhe diku të kërcet një 80 që kur të shprishur tubi i qezmës. Dhe vim tek Saki natyrshëm. Arrigo Saki, unë mund të kisha marrë dhe foto me ngjyra kuqezi për të thënë që jam tifoz i Milanit i njohur tashmë, sepse kam marrë pjesë në emisione sportive dhe e kam zbuluar këtë, nuk e mbaj dot fshet. Kjo foto është një foto... Ti e thua këtë e kam zbuluar dhe mënyra se si e pranon është gati një emet, por e pa kritikueshme. Shiko, është pak a shumë si unë e klasifikoj si besimi në Zot, domethënë që është duhet të jetë intim, domethënë, por kur je në media dhe kur nuk e mbulon dot, unë jam tifoz i Milanit që në 86-ën, 87-ën, po të duash, dhe me që kur fillova të marrë vesh nga futbolli. Dhe ky takim, kjo nuk është një foto nga ato që bëhen thjesht për... që takohesh 1 sekondë. Jo, rastësisht Arrigo priste të vinin 2 persona, unë edhe kolegu Demi ishim në atë hall të atij hoteli ku kishim studiot në Rogner, dhe kur i thash jam milanist dhe për fat ne flasim dhe gjuhën e tij aq mirë sa ai e shijoi, Arrigo Saki bëri një parashikim. Kjo do të jetë një foto e vitit 2018 dhe tha, diku tha nga viti 2022 tha Milani del kampion. Dhe eksaktësisht, domethënë në vitin që parashikoi Arrigo Saki. Profesionalizmi nuk është Covid. Është profesori i futbollit, pra është filozofi më i madh i viteve 80-90, është ai që ka bërë revolucion në futboll. Ti ke fuqinë për ta kritikuar në një mënyrë Milanin? Patjetër. Po, patjetër. Nuk pa bëjmë sot, sepse nuk është vendi. Shkem një foto tjetër. Dhe po mendoja unë, ti do këta kishe ndjerë të domosdoshme së brendshme që të nxirrej një foto me Keldemi? Nuk e di. Unë kam propozuar një gjë, por nuk është normale si foto. Ka një gjë. Kjo foto nuk është nuk jam atë, nuk është njeriu im, domethënë ky është... Ti doje të thoje diçka me këtë foto. Doje të thosha diçka, domethënë unë jam